Donald Trump dhe zyrtarët në administratën e tij ishin shënjestra të mundshme të një të dyshuari që qëlloi me armë mbi një agent sigurie i cili ruante darkën e shoqatës së korrespondentëve të shtëpisë së bardhë në Washington, ka deklaruar të dielën prokurori i përgjithshëm në detyrë i SBA-s Todd Blanche. Burri qëlloi me pusht një agent të shërbimit sekret në një pikë kontrolli në hotelin Washington Hilton përpara se të ndalohej dhe të arrestohej, ndërsa Trump dhe zonja e parë u nxorën me nxitim nga darka. Duket se ai në fakt kishte për qëllim të shënjestronte njerëz që punojnë në administratë me shumë mundësi presidentin, ka deklaruar Blanche për NBC News, duke shtuar se i dyshuari me shumë gjas udhtoi me tren nga Los Angeles në Chicago dhe më pas në Washington. I dyshuari do të akuzohet në gjykatën federale të hënën për sulm ndaj një oficeri federal, qitje me armë zjarri dhe përpjekje për të vrarë oficerin, ka deklaruar Blanche. Edhe presidenti Trump u ka thënë gazetarëve se besonte se ai ishte shënjestra e sulmit. Presidenti Trump u ka mbijetuar 2 atentateve të mëparshme që nga viti 2024, një periudhë e polarizimit politik në rritje në Shtetet e Bashkuara. Udhëhec të rëndësishëm nga Evropa, Azia dhe Amerika Latine kanë dënuar ashpër sulmin në Washington. Sulmi me